Sot, situata është krejt ndryshe. Nëse në fillim të këtij rrugtimi, nxënësit që shkonin në dyert e arsimit profesional ishin pak më shumë se 10%, sot janë thuajse 20%. Por kjo është një fazë, ndërkohë që nuk është mbritja, sepse synimi ynë është që të kemi 1 në 3 nxënës në arsimin profesional. Fatmirësisht, sot mund të flasim edhe për një kapërcim të një muri të lartë paragjykimesh që ishin lidhura me arsimin profesional. Pikërisht sepse dikur arsimi profesional ishte si një rifugjo për nxënësit që kishin rezultate të cilat nuk u jepnin asnjë shans që të shkonin në universitet. Megjithëse universitetet ishin me dyert të shqyera nga të 4 anët, sot jemi në kushtet ku arsimi profesional është edhe një zgjedhje. Dhe pikërisht pse funksionon, ne kemi sot një shifër që jo vetëm flet për këtë ndryshim, por dhe inkurajon të tjerë që të kthejnë sy nga arsimi profesional. 63% e atyre që mbarojnë arsimin profesional punësohen. Një pjesë e tyre fillojnë punojnë që më parë falë reformës që kemi bërë dhe përzgjedhjes që kemi bërë për sistemin dual, duke i referuar 2 vendeve apo 3 që kanë realisht nivelet më të admirueshme të mënyrës se si e kanë ngritur arsimin profesional dhe e kanë kthyer në një sistem që garanton ekonominë dhe garanton mirëqenien e tyre. Zvicra, Gjermania dhe Austria. Dhe ka një korelacion shumë interesant midis fuqisë të këtyre vendeve, modelit që ato kanë krijuar në sytë të gjithë botës, po edhe idesë që lidhet me to si vende të pasura, me faktin që janë vende të cilat kanë një përkushtim të madh dhe historik për arsimin profesional, janë vende në të cilat arsimi profesional është pjesë integrale e ekonomisë tyre dhe janë vende ku shumë kush që mbaron arsimin profesional nuk mbetet thjesht një zanatçi, po kthehet në një sipërmarrës të vogël dhe bën sukses me dijen e tij. Më vjen jashtëzakonisht mirë që ne sot mund të flasim për një fakt dhe një provë konkrete të një bashkëpunimi me pikërisht Zvicrën dhe të një ekselence të arsimit profesional zviceran, shkollës prestigjioze të turizmit EHG, e cila tani më ka hapur dyert në Shqipëri, duke u binjakëzuar, po është një binjakëzim tërësor, nuk është një binjakëzim simbolik, me shkollën tonë të hotelëri turizmit të Tiranë. 100% e nxënësve të kësaj shkolle janë punësuar.